Shkolla që ne kemi ndjekur dhe shkolla që ne ndjekim prek pak pjesën e nutricionit dhe prek pak pjesën e përdorimit suplementeve apo pjesën e mjekësisë alternative. Me vitaminë D unë nuk e di, ke parë fëmijë që e ka të lartë vitaminën D? Gati asnjë. Ka shumë raste që janë deficiencë totale dhe pjesa tjetër dërmuese rasteve janë në nivele insuficiente. Kështu që prap duhet le të kemi një shtesë. Edhe për një fëmijë neurotipik, unë do të rekomandoja përveç vitaminës D dhe marrjes vitaminës D, omega 3 është shumë e rëndësishëm. Jo vetëm për shëndetin e trurit, jo vetëm për stimulimin e sistemit nervor qendror, por edhe të mirëqenies fizike të trupit në përgjithësi. Por edhe kjo mënyra e ushqyerjes, meqense dolëm tek omega 3, kemi edhe këtë lloj tendencën në popullat, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit, që në pjesën më të madhe të ushqimit të kemi manin që të eliminojmë të yndyrnat, të ushqemi me sa më pak yndyrna, sidomos në fëmijët e vegjël, kanë nevojë për yndyrna dhe kanë nevojë për gjalp dhe për vaj ulliri.